Ministri i Brendshëm Flamur Nuka ka inspektuar terminalin e pasagjerëve në portin e Durrësit, i shoqëruar dhe nga drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Hysni Burgaj, si dhe përfaqësues të pushtetit vendor, ministri Noka tha se janë marrë të gjitha masat për të përballuar fluksin e emigrantëve që kthehen në Shqipëri gjatë sezonit veror. Policia kufitare të marrë gjitha masat për të mundësuar fleksibilitetin e lartë të lëvizjes së qytetarëve. Policia kufitare, si pika e parë e kontaktit me qytetarët, të gjitha masat për përpunim në kohë dhe sa më të shpejt të dokumentacionit të qytetarëve, qoftë dhe të mjeteve. Nga ana tjetër, Noka kërkoi më shumë gatishmëri nga strukturat policore për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike përgjatë gjithë periudhës së sezonit veror. Janë instruktuar të gjitha strukturat e policisë, drejtoritë e policisë dhe komisariatet e policisë, që të jenë 24 orë në 24 në shërbim të rendit dhe sigurisë së qytetarëve dhe turistëve në këtë sezon. Janë instruktuar dhe kanë marrë gjitha porositë që të marrin gjitha masat në bashkëpunim me vendorët për mbarvajtje të sezonit. Terminali ka një kapacitet përpunimi deri në 2007 asnjëkohësisht, ndërsa është projektuar për të shërbyer rreth 1.5 milion pasagjerëve në vit, ndërkaq në dispozicion të pasagjerëve janë vënë 46 poste të kontrollit.